Mirëdita, si gjithmonë e dini që e kam zakon për data të caktuara të rëndësishme ose javë, sepse këtu po flasim për një javë të tërë, nisur që nga dita e sotme, data 15 e deri në datën 19, të cilat janë data nuk do t'i quanim ndër më të lehtat, por janë data të cilat nëse i shfrytëzojmë ashtu siç duhet, sado të vështira të jenë, me të vërtet mund të ndryshojmë jetën tonë. Kjo është më se e vërtet. Tani, çfarë po ndodh realisht? Që sot dita, data 15, Marsi nga shenja e Luanit takon në katror, katrori është një aspekt sfidash, takon Uranin në shenjën e Demit, që do të thotë shenjat fikse, Demi, Luani, Akrepi, Ujori, sot bën kokfort. Kjo o ju del për mirë, o ju del për keq. Sido që të jetë, dihet dhe kuptohet që medalja ka gjithmonë dy anë. Ndaj dhe ne, dhe të paktën më takon t'ju them, që të paktën këto ditë që pasojnë, mundoni të jeni të kujdesshëm. Do me thënë, vërtet, sigurisht që do ta kërkoni të drejtën tuaj, atje ku mendoni se u ashkelin të tjerë të drejtën, sigurisht që do ta kërkoni, por mundoni gjithashtu të vini në punë logjikën, arsyen dhe aftësitë bindëse. Prandaj u them që këto aspekte na trysnojnë, por dhe na mësojnë. Dhe bëhemi diplomat të vërtet në qoftë se do të dim pikërisht të shfrytëzojmë momentin. A do të ketë papritura plot? Po flasim për një Mars dhe një Uran që sido që të jetë sjellin të papritura për sa i përket dëshirave dhe për sa i përket vlerave dhe parimeve për të arritur ato çka quhen dëshirat tona dhe objektivat tona. Ndaj edhe po ju jap këto këshilla që po ju jap. Nuk kanë për të munguar, nuk do i quaja rastësi, do i quaja goditjet e fatit në këtë rast. Vërtet situata trysnuese që na vën ndonjëherë me shpatulla pas murit dhe vën në diskutim ato parimet, vlerat tona, prandaj dhe është e rëndësishme. Por nga ana tjetër ne japim mundësinë që të luftojmë, të tregojmë se kush jemi në të vërtet dhe jo në sy të të tjerëve, por kush jemi të vërtet, të kujtojmë kush jemi ne për veten tonë, e vërteta jonë, cila realisht është. Tani, për sa i përket çështjeve që kanë lidhje me jetën në përgjithësi, filozofinë e jetës, për sa i përket mënyrës se si argëtohemi, se si me këmbgulje kërkojmë ato që thashë, dëshirat tona të kthehen në realitet, pa shkelur të drejtën e tjetrit, që kemi Uranin nga shenja e Demit, që thot dalavash që këtu se do t'i po, tani, kuptohet apo jo. Mësojmë dhe mësojmë ndoshta në rrugën e vështirë, por që sido që të jetë mësojmë. Kështu që ju, shenjat Demi, Luani, sikur se thash, Ujori dhe Akrepi, mësoni me të vërtet, merrni mësime do të thënë me të vërtet të vëra. Kështu që flasim, marrim një shembull, një koment negativ, varet si e merr. Një koment negativ mund t'ju prishi punë, por nëse vini arsye dhe logjikën të punoj dhe thoni, pa dalë ta shikoj një çik dhe ndryshe, edhe mund t'ju shpëtoj. Një çështje që mund të dali në shtëpi, një problem që del në shtëpi, varet se si e menaxhon, o e ruan qetësinë dhe përballon situatën dhe thua wow, shifej ja dola mirë sa here, ose e humbet fare dhe na mori lumi, apo jo. Për çështje karriere, mund të përballesh me një pror i cili s'di se as vetë çka kërkon, ose del një situatë për sa i përket karrierës, punës që ju bën çik toni çfarë ndodhi këtu tani? Po tani çfarë ndodhi? Dhe varet se si e menaxhon, nëse ruan qetësinë, nëse shikon interesin leverdin, por gjithmonë pa i prishur punë vetes, të arish në debate, në konflikte e gjëra të tilla, domethënë nëse me qetësi i del përpara tjetrit, fitoi lojën në këtë situatë që po flasim. Dhe për sa i përket pastaj në përgjithësi, çfarë do gjë ka të bëjë me cilësinë e jetës së secilit prej nesh, edhe aty varet se çfarë kërkojmë. Domethënë mund të jetë momenti ku mund të humbasim shumë për të kuptuar se s'kemi nevojë për aq shumë dhe mund të mbijetojmë edhe me më pak. Tani për sa i përket anë mban botës, mos i themi përsëri, e shikoni se çfarë po ndodh. I kam thënë dhe do vazhdoj t'i them, sepse janë ngjarje të cilat nuk mund t'i çbëjmë, por nëse do të ishim dhe më shumë njerëzor, atëherë duhet të kuptojmë se ato vërtet po ndodhin atje ku po ndodhin, por sigurisht që kanë ndikim tek ne, te cilësia e jetës tonë. Dhe janë atje, por nuk e dihet se ku trokasin më vonë. Kështu që është edhe një moment sensibilizimi i madh. Thash fola për vlera dhe për parime, nuk janë vetëm ato vetjake personale,
janë më shumë se kaq. Dhe kur flasim për jetën, të kuptojmë që disa po vuajnë vërtet. Dhe ato gjëra që ne i quajmë të mirëqëna, ata po vuajnë, po nuk po din, do jenë nesër apo jo. Po flasim për fëmijët dhe kam kaq që thon kujdes fëmijët, kujdes fëmijët, kujdes fëmijët. Çdo gjë është në dorën tonë. Ne e kemi në dorë çdo gjë. Ne, prindrit, nga ne fillon çdo gjë. Nëse nuk e harrojmë këtë gjë, atëherë shpëtojmë shumë për më vonë. Dhe po sigurisht që vlera më e madhe për secilin prej nesh janë fëmijët. Dhe ardhmja e çdo gjëje, ata janë, por jemi ne të parët që do të kujdesemi për ta. Dhe vazhdojmë dhe ecim më tutje me ngjarjet e javës që vazhdojmë me 4 orë, me sfida ju thash. Sfida e radhës vjen midis Jupiterit dhe Saturnit nga shenja e Dashit, që sigurisht nuk kanë për të munguar lajme të vështira, situata të cilat nuk ecin, ngecin, për një arsye edhe ato, për të parë se more dalet pritshmërit i kam të mëdha, por realiteti çfarë më thot? Duhet apo s'duhet të nxitoj? Jo. Jo çdo gjë që na ofrohet, jo çdo gjë që na paraqitet si e bukur, jo çdo gjë që na vjen e lehtë, është edhe realisht ashtu. Nuk është e vërtetë. Për sa i përket 4 shenjave të para që tash nga se ndikojnë, kujdes, ndikojnë më tepër të 10 ditët të fundit, domethënë që keni lindur në 5 ditët e fundit të Dhemit, Luanit, Akrepit, Ujorit. Për sa i përket grupit tjetër të shenjave, atëherë ju jeni të ndikuarit më tepër të lindurit në 10 ditën e parë, në 3A dhe shumë ta 5, po që në 3. 3 ditët e para të Gafores, Dashit, Peshores edhe Britsjapit. Në çështje që kanë lidhje me karrierën, që kanë lidhje me banesën, që kanë lidhje me marrëdhëniet në vija të përgjithshme, diplomatike dhe jo diplomatike, me thënë me armiqësi njerëzish, edhe armiq ku i keni me çështje ligjore. Kështu që do bëni kujdes kësaj jave, jo çdo gjë, dhe me çfarë do bëni kujdes, me çfarëdo gjë që vjen e bukur, e madhe, premtuese. Nuk është ashtu, do ta shikoni më vonë. Aty nga 8-19 kemi edhe aspektin përsëri, do të thënë kemi 2 aspekte që krijojnë 4 orë, gjithmonë midis Jupiterit që kemi në Gafore dhe Saturnit edhe Neptunit që e kemi në Dash. Aspekti i parë është midis, sikurse tash, Jupiterit dhe Saturnit që na mundet të na ulin me këmbë në tokë dhe të na thotë që kujdes, çdo gjë që po të paraqitet e bukur nuk është aq e bukur, dhe pastaj kemi aspektin tjetër, përsëri Jupiter me Neptun, që është dhe më keq akoma se dhe më shumë i shton pritshmërit. Dhe më shumë të bukura duket se do t'i bëj gjërat, por në fakt nuk janë ashtu. Pra kujdes iluzionet, kujdes gjërat që u duken më të bukura nga që janë realisht, por që në të vërtet nuk janë. Pra bëni kujdes me këtë pjesë, nuk gënjehemi, nuk mashtrohemi nga çfarëdo gjë që na premtohet dhe na thuhet, por edhe ne bëjmë kujdes me iluzionet të çfarëdo lloji. Pse? Sepse në fund pastaj e pësojmë, dhe që mos ta pësojmë, bëjmë kujdes. Okej, pra kjo është një javë tash që do kujdesin e vet. Kujdes me çfarëdo gjë, se ka të bëjë dhe me ushqimet, lidhet dhe me ushqimet. Vërtet fola për çështje më tepër komunikimi personale, vlera, shparimesh, e drejta ku shkelet, deri ku arrin, si mund ta arrini më kollaj objektivin tuaj, por që bëjmë kujdes dhe në jetën praktike. Bëjmë kujdes me ushqimet, bëjmë kujdes me çfarëdo gjë ka të bëjë me cilësinë e jetës, se si e vlerësojmë veten, jetën, kujdesemi për trupin ton, dhe për çfarëdo gjë që është një zakon apo një regjim ushqimor, edhe jo vetëm, dhe fizik. Ama kushdo do filloj palestrën tani, apo një regjim ushqimor, dhe sigurisht do e ruaj deri në fund. Datën 17 Marsi do kaloj në shenjën e Virgjëreshës, fillon çfarë? Analiza, prakticiteti, metodizmi, kritika e ashpër. Shenjat pastaj, grupi tjetër i shenjave, Virgjëresh, Peshk, Shigjetar edhe Binjak, vendosen në një tjetër lloj sfide, edhe këta, por këtu më tepër duam Virgjëresha dhe Peshku do e ndjej më tepër. Çështje që ka lidhje përsëri me ushqyerjen, me kujdesin ndaj fizikut të secilit, me çështje të cilat i shikojmë ashtu siç duhet, domethënë i analizojmë mirë përpara se të marrim vendime të rëndësishme. Do të lodhen këto 4 shenja, por në fund kanë për të arritur rezultatin e vet. Do të qëndroj goxha gjatë deri në gusht Marsi aty, kështu që na dhën Zoti forcë të përballojmë fuqinë e Marsit, i cili vërtet na jep mundësi të arrijmë objektiva, por dhe na shpartallon njëkohësisht. Kështu që ja, këto ka kjo javë. Mirë dhe bukur nëse i shfrytëzojmë vështirësitë, besomni del fitore e madhe.